Ura e hibrid ka qenë mbyllur për automjete për më shumë se 25 vjet dhe është kthyer në një nga simbolet më të njohura të ndarjes në Mitrovicë. Por sot, po flitet se kushtet për hapjen e saj janë përmbushur dhe debati është ndezur. A është Albin Kurti më meritori për këtë zhvillim? Fakt është se gjatë mandatit të tij, qeveria e Kosovës e vendosi hapjen e urës si prioritet politik, investoi në revitalizimin e zonës përreth, kërkoi vazhdimisht hapjen për qarkullim të plotë dhe refuzoi të tërhiqej nga kjo kërkesë pavarësisht presioneve dhe kritikave. Mbështetësit e tij thonë se pikërisht kjo këmbëngulje e vazhdueshme e solli Kosovën në këtë pikë. Nga ana tjetër, kundërshtarët argumentojnë se procesi ka nisur shumë vite më parë dhe se në të kanë kontribuar qeveri të ndryshme, institucione vendore dhe partnerë ndërkombëtar. Megjithatë, një pyetje vazhdon të dominojë debatet me shqiptarëve, sidomos edhe në diasporë. Nëse ura hapet gjatë qeverisjes së Albin Kurtit, a duhet që merita kryesore t'i takojë atij, apo meritat duhet të ndahen me të gjithë ata që kanë qenë pjesë e procesit ndër vite? Një gjë është e sigurt. Hapja e urës së hibrid do të mbetet një nga zhvillimet më të rëndësishme politike dhe simbolike në Kosovë gjatë viteve të fundit.